Këtë edicion po e nisi me një nga seansat që janë mbajtur sot në gjykatën themelore në Prishtinë, ku zhvillua seansa përfundimtare në rastin e vrasjes së argjentinasës Maria Clara në fushë Kosovë. Me këtë rast, trupi gjykues ka vendosur që të akuzuarin Endrit Nika ta shpallë fajtor dhe ta dënoj me 18 vite burgim për vrasjen e argjentinasës e cila ka qenë e dashura e tij. Vrasja e Maria Clara kishte ndodhur në gusht të vitit 2023 në një hotel në fushë Kosovë. Gjykimi u shpall të njëjtën nga kryetari i trupit gjykues Gazmend Bahtiri dhe anëtarët Gëzim Ademi dhe Altën Murseli. Prezent në shpallje ishin prokurori Armend Hamiti, mbrojtësi i Nikës, avokati Drilani Meri, si dhe pala e dëmtuar me përfaqësuesin ligjor Betim Shala. Ndërkohë tani do të ndjekim momentin e shpalljes së vendimit dhe reagimin e prindërve të viktimës. E gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite. Asesino! 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 Ojalá que te pudra. ¡Asesino! Y ustedes también se van a podrir. ¡Lacras! Asesinos, ¡Lacras! Asesinos. ¡Justicia! ¡Asesino! Y ustedes también se van a podrir. ¡Lacras! ¡Lacras! Asesinos. ¡Justicia! ¡Justicia! Siempre prevalece, siempre prevalece. La verdad prevalece. La verdad prevalece. Ahora por plata. Quisieron poner plata. Me datë sotit 9/2/2026 në ora 9:30, në emër të popullit me këtë gjykim. I akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1.1.3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe të Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita kur gjykimet me formën e prerë. Justicia, Drexi, Maria Clara Drexi. Asesino, asesino, asesino. Ojalá que te pudra. ¡Asesino! Y ustedes también se van a podrir. ¡Lacras! Asesinos, ¡Lacras! Asesinos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Asesino! Y ustedes también se van a podrir. ¡Lacras! ¡Lacras! Asesinos. ¡Justicia! ¡Justicia! La verdad siempre prevalece, siempre prevalece. La verdad prevalece. La verdad prevalece. Ahora por plata. Zembrov, a będzie